Ne jena një kompani eventesh që kena rreth 6 vite që operojmë në tregun e Shkodrës. Po shohim një bum shumë të madh të qytetarëve shkodran, po edhe turista të huaj edhe vendas. Aktivitetet tilla duhet bëhen sa më shpesh, sa më shumë. Falenderojmë bashkinë për punën, mundësinë që na ka dhënë për me promovu punën tonë. Shohim pafund shkodran, turista që preferojnë me bë foto në stendin tonë. Edhe ka një interesim shumë të madh sepse promovojmë këtë formë edhe punën tonë. Kjo është thelbi. Ne jemi biznes tash 10 vjet treg. Adresa ndaj Shkodër. Është diçka e mirë për një humor me xhibim. Ne bëjmë transporte jashtë qytetit, po ashtu edhe më në qytetit për xhibim. Merrna me projektin e kopshteve, projekte të reja. Qytetarët Shkodran kanë shumë qejf, gjelbrimin na kupton shumë qejf, është edhe vetë dita lules. Po ashtu dolim edhe ne ta paraqesim edhe në lulën tonë. Bëhet fjalë për një dyqan lule që është hap së fundmi. Bëjmë gjithashtu edhe punime me LG, siç e shihni, edhe punime me rroza të çantave. Nalën i shohin, i pëlqejnë shumë punimet tona. Faleminderit shumë për ty. Është shumë gjë e mirë për ne, duke që qytetarët na shohin edhe duke që janë biznes i ri edhe kanë interesin për mi.